intereson, thash, ku e kanë këta PD-n, e kishin diku aty tek rruga e ambasadave, ku ka qenë shtyp shkronja, aty kishin marrë një përkohësisht një ndërtesë, vetë atje dhe kërkoj të takoj me Saliun, Sali Berish. Më pret, mbas janë një ore pritje, më pret ky, dhe brenda ishte dhe në zyrë ishte dhe Azem Ajdari. Ashtu, ka qenë dhe Azem Ajdari, më kujtohet si tani, të dy, thama, kush je ti? Unë jam thashun ai që ka vënë dinamitin në atë kohë. bombë. Besoj se e keni marrë. Unë ngritën, duke më përqafuar. Diçka e madhe, tha, ne kemi kërkuar, tha, pëse gjebe, thash, unë s'kam qenë jashtë, thash, nuk. Kisha shumë frikë, thashum, se do më do të në gjë. Mirë ke bërë, tha. Po pëse zdenjem, tha moj? Direkt, do më dhënë, pëse zdenjem në Australi? Direkt, logarita, apa sytë, thashum, po ky. Pëse zdenjem, apo ndërtoni shtetë, apo ndërtoni demokracia, apo ndërtoni diçka. Duhet marrë dhe unë pjesë, duhet kontribuoj dhe unë, sepse kam dhe një kontribut për fillime demokratike. Pash fytyrat të reja, si njifja, si do qoftë. Më tha, do të thresim. Bët bisedë, mbaruat bisedën. Ika. Pritë se do më thresi njeri hiq. Mbas ja një muaj, njifja Sokol Uldashi ka qenë vinde për dalë. Pa u ingranuar akoma me ato funksionet që mori më vonë. Sokollu e njifja nga që ka pas sa njerës të internuar në lushnje dhe ne atje unë si deklasuar takosha në njerë dhe e kam njohur që kur të shkretit. Se u bë për Ramet dhe më thotë, bujarë, thotë, e mora vesh që ti ke qenë ai që ke vendosur dinamitin. Dhe unë e mbaj mend, thotë, ka shpërthyer dhe një tmerr, thaj vërtet, ke bërë një akt. Po qa po bën çdo këtu më dhe mo? Pse vete tek PD-ja? Tash unë mos i granohem dhe unë, tash unë si kontribusi demokracisë. Më tha mua i këtha se do të fusin e i plumë që të vesh në satënën, më tha mua, sepse ata nuk duan njerëz me kontribut. Sokoli Uldashi. Sokoli që në atë kohë. Më vjen keq për shkretin, sepse e pash që atë gabim që kërkojt më ndrejt e mua, që mos ta havitesh, u havit vetë dhe e gjeti. Dhe jam i bindur që Sokoli Uldashi në kanë vërarë. Në radhë dhe parë Saliu, ja drejtoj gishtin, bashkë me shpurën e ti të hajdutve të që erdhen më pas edhe që do japin llogarinë ditë. Por kjo është mesele tjetër. Si do qoftë, e pash që nuk qajet do të ata dhe kam parë punët e mia. Kam edhe 2 herë të tjera në Australi. Mora para, humba parat e mashtruesit në Shqipëri, te firma, te Kadek, si do qoftë, ato i tepruan, janë bollë për mua që unë me aktivitetin e disa gjëra me qera vazhdon edhe sot. Bravo të qoftë.